Të dashur televizionistët të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, nëse keni njëri që ju është përsi i shtëpisë, ai është renist nuk. E vëllova me humor këtë, por renisin ne e vlerësojmë dhe e duam shumë sepse është një kandidat i mirëfillt që lufton për postin e senatorit në Lansing, por është një shqiptar profesionist i mirënjohur në komunitetin shqiptar, por duhet ta njohim nga afër, sepse duke njohur atë nga afër kuptojmë se cili është shqiptari që ju do çoni në Lansing. Se nuk po çoni një shqiptar, hajde dikush e njeh apo e njeh një komunitet, po gjithë shqiptarët e njohin. E njohin për shërbimet e tij juridike, e njohin për aktivizimin e tij, tash duhet ta njohin edhe në politikë. E fillova me humor kështu. Që mirë, edhe unë po prisja mirë që s'te ky renisin është bërë si burri i namës. Mund të thosh edhe atë. S'patu dhe është bërë si shtëpisë. Me që thash është bërë si shtëpisë, ne tash kemi hapur shtëpinë e vet. Dhe jemi këtu në një disë ngjitur me zyrat e renisit, ku ai zhvillon dhe fushatën e tij elektorale. Është një bar kafe familjare, si do thonë, por atë po i thosha renisit këtu, gjej atë që s'gjej në asnjë bar kafe shqiptar, gjej libra. I kemi ndarë, është vërtet. Edhe kjo më vjen mirë për këtë. Por të themi tek fushata e renis. Fushata është një angazhim i madh, aq më tepër për një profesionist që nuk është shkëputur nga profesioni vet, as nuk do të shkëputet. Absolutisht. Por ashtu sikurse kemi intervistuar dhe folur edhe herë tjetër, kërkon që t'i jap më shumë, jo vetëm komunitetit shqiptar, pavarësisht të origjinës, t'i jap më shumë edhe komunitetit amerikan të zonës, ku në cilin ai përfaqëson, që është zona 9 apo jo? Po, distrikti numër 9. Në këtë mes, nganjëherë shpeshherë angazhimet politike përveç, domethënë, marrjes së kohës, të shkëpusin nga jeta shoqërore e familjare. Çfarë thot gruaja për këtë? Ne jemi fut me kokë saj, edhe këtë të drejtë që ngaherë këto angazhime janë angazhime totale. Kështu që unë detyrimisht kam punën time dhe profesionin tim që vazhdon pa ndërprerë, nga e hëna deri premten, 8-5 i thënë. Por nga atje pastaj shton edhe këtë angazhim të ri që është punë e dytë. Por mos thënë punë e dytë plus punë e tretë, sepse ka është angazhim edhe ky është angazhim total, është angazhim i madh. Detyrimisht është angazhim mbar familjar. Kështu që edhe nusja është me kokë, edhe ajo vishet me bluzat e fushatës, del me mua, kudo në terren, nganjëherë neve bëjmë edhe këto në çdo aktivitet që bëjmë, jemi detyruar që në farmëri të cilën që gjithë sjell nusën, sjell prindrit, miqt, fëmijët me radhë, kështu që po mbështetja ka qenë totale normalisht, sepse është e nevojshme të jesh totale. Megjithatë ne kemi parë në fotografi familjare me dy vajza binjake, të cilat ju mbështesin edhe ju në fushat, po secila ka fizionominë e vet, natyrën e vet. I kemi ndarë. Më tregon diçka, një detaj. Po unë jam avokat. Nusja është inxhinier, është profesor në Universitetin e Michigan, është si inxhinier kimike. Detyrimisht nga personaliteti dhe pse është shumë i qeshur, shumë i dashur, shumë i hedhur, se unë është gjithashtu nganjëherë edhe më fokusuar në substancë dhe në lëndë. Edhe vajzat i kemi ndarë në tjetër mënyrë. Kemi një vajzë që më ngjan mua dhe një vajzë që ngjan Randës. Çfarë ndodh është që kur dalëm për fushat, ke parasysh që kam nevojë të bëj çfarë lloj aktiviteti, se mos aktivitet ku shkojmë trokasin për 2 herë. Flasim me komunitetin, çfarë do që të jetë e nevojshme. Unë sërish pyes gocat, se mos mas drejtë. E them kush do të vi me babin. Edhe kam një vajzë atë që ngjan nusës, si thotë, jo faleminderit, jam duke marrë me mësimet e mia. Dhe ajo tjetra është e veshur, gati për aksion. Çdo që do të biles nganjëherë s'kam nevojë ta pyes fare, do thotë do dalim sot sepse jam gati. Ke parasysh. Kështu që i kemi ndarë. E ka marrë përsipër dorë trokitin. E ka marrë përsipër dorë trokitin. E ka marrë përsipër pastaj duan të bëjmë video. Sa herë që bëjmë video për to në aspektet e media sociale, janë absolutisht 100% të determinuara. Dhe ata kanë të dyja, me thonë, i ka hyp krimbi edhe
jemi detyruar që tani kanë filluar të numërojnë edhe sa rreshta do thot njëra, sa rreshta do thot tjetra. E thot kjo është e drejtë, kjo nuk është e drejtë, i ke dhe më shumë rreshta kësaj sa nga Kështu që do të jemi në fillon ajo koncepti i barazis fillon ka herët, nëse nuk e di. Do të tregon disi për jetën tuaj, për ardhmëritjen tuaj në Amerikë, për familjen, për Patjetër. Unë kam ardhur i ri, kam ardhur 17 vjeç. Kam mbaruar shkollën e mesme këtu. Mbarova shkollën e mesme në South Carolina, pastaj kam lëvizur në Michigan më herë sepse këtu kisha miq të mi personal dhe familjet e tyre. Kam filluar të vazhdova shkollën, normalisht mbarova shkollën për histori dhe për shkenca politike. Mbas shkollës lart kam punuar në Washington DC, punova për Carl Levin, për senatorin tonë atje. Edhe u ktheva, kur vajta atje në farë mënyrë më hyri dhe shkova me idenë që do shkoja dhe do rri atje, do punoja, sepse duke qenë se isha marrë me shkenca politike, kjo ishte bota ime, në këto gjëra më pëlqenin. Por mbas një farë kohe atje, që ndeta në Washington DC, kuptova, ose të paktën më krijoi ai opinioni që në mënyrë që të shkosh në Washington DC, duhet të shkoje vetëm me dy mënyra të mundshme, që ose të ishe i zgjedhur si kongresmen ose senator, ose të ishe avokat, sepse nuk e di kush tjetër ja dilte mban një qytet të tillë. Edhe unë mora atë rrugën e avokatit. Kështu që u ktheva mbrapa, fillova shkollën juridikun, ndërkohë pastaj në gjatë asaj kohe erdhi vllai në Amerikë, erdhën prindrit, ke përse shumë mblodh një familje. Filloi rrjedhoja e jetës pastaj, në detyrimisht shumë njoha me nusen, martuam, fëmijët me radhë. Dhe tani jetojmë në Troy, jemi këtu në brenda distriktit normalisht. Jetën e kemi perfekte. Kjo është një farë mënyrë, një farë angarie që e marrim me kënaqësi, që unë e kam marrë me kënaqësi, por që është që jep kuptim, si thua, jetës tonë brenda këtij kontekstit të jetës shqiptare këtu, dhe ju keni të drejtë kur thoni që kjo nuk është thjesht përfaqësimi i shqiptarëve tanë, sepse normalisht ne kemi nevojra mëdha si komunitet, por komuniteti jonë më i gjerë ka nevojë gjithashtu për profesin. Edhe ato bisedë që po bënim pak më parë mbetet e vërtetë që është kontributi jonë si komunitet nuk është në vakum, po ndodh brenda parametrave të komunitetit amerikan mbar zonës tonë. Detyrimisht kjo është çfarë nevojshme që ne të sjellim këtu. Hapësirat që kemi si shqiptar, si shqiptar amerikan brenda kësaj zone, janë gjëra që japin vlerë komunitetit tonë, po japin vlerë gjithashtu komunitetit mbar amerikan. Një element që ka të bëjë me zgjedhjet, edhe me zgjedhjet paraprake, si në rastin tuaj brenda Partisë Demokrate, po edhe në partitë e tjera, është ajo që quhet name recognition. Si mendoni, ka një emër të mirë, name recognition? Po, patjetër. Shiko, ato janë, ajo është pyetje shumë e vëndë, Rafael, edhe është diçka që ne si shqiptar, duke që zonë njoftë komunitet më mirë se këto tjetër normalisht. Si shqiptar, neve nga një herë e kemi pjesë të bisedës tonë dhe është një nga ato pikpyetjet që kemi me veten tonë, kokën tonë gjatë gjithë kohës. Si jemi të përfaqësuar në komunitetin e gjerë amerikan, si jemi të perceptuar nga komuniteti. Përgjigjja e pyetjes tuaj kam përshtypjen është që ne shqiptar kemi vite që jemi këtu. Detyrimisht në këtë zonën tonë metropolitane, përtej këtij distrikti, përtej Troy, Rochester Hills, Sterling Heights, Utica dhe Shelby, në zonën e gjerë këtu, komuniteti është rrarë me shqiptarët. Kështu që një mbiemër si Nusha nuk është diçka e padëgjuar, përkundrazi. Mund të ketë gatresa si duash dhe kush zita thot, po e kanë një koncept që kemi të bëjmë me shqiptarë. Edhe për mendimin tim, ajo është diçka pozitive. Nëse në lidhje në aspektet e holla politike, për ca nga këto pozicione, si puna e këtij pozicioni për cilin po shkojon, po edhe shumë pozicione të tjera, deri në rangjet pak a shumë më të larta që ekzistojnë. Nuk është se ka njëri kohë të merret me politikë. Një nga angazhimi jonë si individ, si antar të komunitetit, si antar të kësaj bote, është angazhim që ka të bëjë me që fillon herët në mëngjes, ku mbledhim kalamajt, mbledhim familjen të tashë dhe fillojmë ndajemi e shkojmë nëpër punën, nëpër shkollën, nëpër çdo që tjetër. Jo më larg se sa javës që kaloi, unë pash emrin tuaj në ballim të gazetës së Sterling Heights.
për votoni për Renis Nushën. Kjo tregon që jeni angazhuar edhe me shtypin lokal, që ka një vlerë sepse i shkon në çdo shtëpi, është falas për banorët, por natyrisht bën edhe atë që folën për names recognition. Edhe ajo është në dallimi I emrit është interesant për mua, se siç po thoshim, sa këto pozicionet janë ky zotëria që ka pozicionin sot, në Michael Weber, ka 4 vjet aty. Okay? Por realisht ai mund ta lësh 400 vjet aty, dhe prapë zë di njëri emrin. Edhe mbas deri në far pike, ajo që po thosha përpara është nga angazhimi që kemi në jetë, që ti punon gjithë ditën, ke shtëpi, ke as ke 1 orë, 2 orë me familjen tënde, para se të flëshet, pastaj fillon ditën nga fillimi përsëris është ditën gjithë përpara. Ajo në një farë mënyrë çfarë bën është që nuk ke kohë të merresh me aspekte me politikë. Nuk ke kohë të angazhohesh. Kur vjen mundon të trokas ke dera aty, nuk ke ku kam hyrë në kohën e familjes, kam hyrë në kohën tënde personale. Po mundohesh të shkosh Shkockas mbas një dite të gjatë, nuk ke kohë të merresh me këtë punë. Detyrimisht njerëzit, gjithë komuniteti janë, qoftë shqiptar, qoftë anë mbanë edhe më gjerë, janë të predispozuar dhe me të drejtë që thjesht të votojnë ditën që është ke për votuar dhe pastaj ta harrojnë atë punë. Edhe nëse gjërat shkojnë ashtu siç duhet, ti nuk ke arsye si antar I këtij komuniteti, thjesht merresh me kush është atje, kush është atje. Pa rëndësi ka për ty. Nëse gjërat shkojnë ashtu siç duhet, gjithçka duhet të jetë perfekt, s'ka nevojë të merresh fare me atë punë. E vetëm atë moment kur neve merremi me politikën, është kur gjërat nuk janë ashtu siç duhet. Detyrimisht ka angazhim, edhe prandaj në farë mënyrë, nëse kemi një angazhim tani në këtë moment si komunitet për këtyre kandidatëve që kemi pasur, qoftë kandidatura ime, qoftë ajo Suzana, qoftë Robert Merrat, I kemi sepse që të gjithë kemi vënë re që ka një problem këtu në mes. Edhe po mundohemi në një farë mënyrë ose tjetër, secili me metodën tonë, me mënyrën tonë, me fushatën tonë, me mendjen tonë, me logjikën në punë, që të japim zgjidhje një seri problemesh që në një farë mënyrë po na parashtrohen si komunitet, si antar të këtij komuniteti. Ky është angazhimi jonë që duhet të kemi. Edhe detyrimisht po vim këtu që të japim këto zgjidhje. Kjo është në një farë mënyrë esenca e fushatës. Okej, emri pastaj na ndihmon. Ja, në rregull në këtë mes është interesant fakti, mbasi dëgjova edhe ju u kujtova për këtë punë, bëra një studim. Bëra një studim për domethënien e prapashtesës ja, që e kanë përgjithsisht malësorët, e thash Renisi nga Vlora, kjo ja, po është një prapashtesë e veçantë për gjuhën shqipe dhe përcakton fisin nga rrje. Siç është në islandisht apo në këto gjuhët në Wales e këto tjera, O Henry. Pra përfaqëson grupin. Pra dhe ja është përfaqësuesja e këtij fisi. Edhe fakti që edhe jugu në këtë mes ka një parafrim me veriun në këtë mes është diçka që shkakton edhe name recognition. Atë buta xhexhin nga që s'ka thonin dot emrin fitoi. Është vërtet. Ka të bëjë edhe ajo. Unë jam konshent për faktin që se normalisht unë kam kompeticion nga gjitha anët. Detyrimisht një nga gjërat që kam bërë, do të them pastaj edhe historinë e familjes që të them që ke të drejtë për analizën që ke bërë, por një nga gjërat që konstatoj unë personalisht, edhe mbase kjo është thjesht sepse dua unë që të funksionojë kështu, po s'pa domendje, po kështu dua, është që kur ke emra si tanët që janë të veçantë, që kanë diçka jashtë normave parametrave të zakonshme, në një farë mënyrë në atë pellgun plot me kandidat që I kemi me shumicë, dashur pa dashur ti dallohesh. Janë ndryshe nga të tjerët. Pikë mohabeti. Nëse të emrat janë John Smith, Mike Smith, Brent Johnson, Teresa Brooks, janë një emra, ke parasysh. Nuk është e vështirë të bësh dallimin aty. Ke parasysh, prandaj duhet një Barack Obama. Duhet dikush ndryshe, ke parasysh. Kështu që emrat tonë funksionojnë në atë mënyrë. Ndërsa historia e familjes, e kemi me tëna, ne ndjekim në historinë e familjes si të është 8-9 gjenerata, diçka të tillë. Ose më mirë them ke gocat e ke 10 mos e po. Vim më origjinë në fillon nga Vlora. Para Vlorës 300 vjeta diçka e tillë ka qenë Tepelen. Para asaj thuhet që kanë ardhur nga Veriu diku.
Kështu që në farë mënyrë, nusha ka përshtypjen që nga ajo ka ngelur, ke parasysh se vjen diku nga veriu i Shqipërisë, ke parasysh se edhe këtë gjyshi e thoshte që ka diku kemi një shpat, i thotë shpata e nushave. Po shpata nuk ishte do të thosh, ishte edhe përtej kufirit, se thua ishte diku thella andaj, nuk e di se ku. Kështu që diçka kemi, po nuk e di se çfarë është. Megjithatë, ju keni mbështetjen të gjithë komunitetit shqiptar, këtu ne kemi parë në eventet fundraiser, kemi parë në takimet që keni pasur. Por sa mendoni nga klientët tuaj duhet të jenë zgjedhësit tuaj? Ajo është pyetje, ajo pyetje është aq me vend dhe përgjigjja e saj është një farë mënyrë determinuese në lidhje me çfarë do ndodhi me këtë fushatë dhe pak a shumë me çdo fushatë tjetër që do vijojë në komunitetin shqiptar. Po, pse? Tani, unë kam në një nga punët që kemi bërë, sepse është e nevojshme për analizën elektorale që bëhet, llogarisë elektorale që bëhet lidhje me këtë fushatë. Një nga punët që kemi bërë neve është nxorëm gjithë shqiptarët të regjistruar në këtë distrikt. Qoftë në anën e Oakland County, që është Troy, Rochester Hills, qoftë edhe nga anën e Macomb County, që është e limituar, është Sterling Heights, Utica dhe Shelby, po në Sterling Heights e kemi nga Dequindre deri në Van Dyke, nga 14 mile deri në Utica, qytetin e Utica, ndërsa në Shelby jemi vetëm 2-3 lagje të vogla, nuk ka shumë në Shelby. Në këtë zonë totale ne kemi rreth të regjistruar 1000 pak shqiptar në anën e Oakland, rreth 1000 ca të tjerë në anën e Macomb. Vetëm në këtë të vogël, normalisht shqiptar të regjistruar në Macomb ka edhe më shumë, po janë të shpërhapur në zona të tjera, jo kjo e distriktit. Tani, kur llogaris këto 2000 veç, këta 2000 njerëz, 2000 shqiptarë që kemi të regjistruar në distriktin 9 të kësaj fushate. Kur i marr këto shifra dhe i vë për krah shifrave të klientëve të mi gjatë viteve. Edhe unë kam bërë mbase në emra individual, kam rreth 3000 cop aty. Kur shikoj emrat që jetojnë në distrikt gjithashtu. Nga këta 3000 veta që kam në përduar, janë mbase 10% e tyre që janë të regjistruar për votuar. Kështu që dallimi është shumë i madh. Neve kemi komunitetin shumë të madh këtu. Shumë të madh nga që tregon fakti se çfarë kemi të regjistruar kundrejt çfarë nuk kemi të regjistruar. Detyrimisht një nga punët që duhet bëjmë neve përtej kësaj fushate, përtej këtij cikli, po në të ardhmen është duhet japim vlerë prezencës tonë këtu. Dhe vetmja mënyrë se si jepet vlerë prezencës tonë këtu është që të regjistrojmë shqiptarët që kemi aftësinë të regjistrojmë në mënyrë që të jenë grup votash dhe grup pushteti politik. Para një javë, një nga grupet që më bëri endorse, që më përkra në fushat, ishte Michigan Bangladeshi American Democratic Caucus, grupi i demokratëve nga Bangladeshi. Okay? Tani, për të marrë atë mbështetje, unë bëra një aplikim, ashtu siç bën çdo kusht tjetër brenda konturëve të kësaj gare. Bëra aplikim. Ju përgjigja gjithë pyetjeve që kishim. Bëra një seri me komente në lidhje me botkuptimin tim dhe vizionin tim, jo thjesht për fushatën, jo thjesht për idetë e mia, që normalisht ato janë normale gjëra kështu, po edhe në raportin fola në lidhje me raportin që kam unë me atë komunitet specifik. Pa ata banale, edhe atë e bëri çdo kush brenda për fushatës, edhe kandidatë të tjerë. Kur zgjodha unë, ajo çfarë tregon? Jo thjesht, nuk tregon thjesht këtë anën time që unë ju përgjigj ashtu si duhet pyetjeve të tyre. Po ishte për mua ç'është e rëndësishme është fakti që dikush si unë dhe çdo kandidat tjetër vajti ke komunitet dhe tha, unë dua mbështetjen tuaj. Po. Dua mbështetjen tuaj, dua suportin tuaj në vazhdimsi. Dhe jam i gatshëm që të ngelem i angazhuar me komunitetin tuaj në mënyrë që ta ruaj këtë suport, ta ruaj këtë mbështetje në të ardhmen. Ajo është e vyer. Ne atë nuk e kemi sot. Nuk e kemi një nga gjërat që nga përpuar përshtypje për shembull se ne kemi shumë organizata. Po. Në këto komunitet është normal. Biles komuniteti shqiptar gëlon me organizata. Kemi mbazë s'mund thua asnjëherë kemi shumë nga duhet, ajo tregon që kemi shoqëri civile të angazhuar gjatë gjithë kohës. Qofshin këto fetare, jo ftimprurse, të tash i kemi që gjitha me shumicë. Një nga gjërat edhe unë normalisht jam bërë tani si bileta punëtore, është nga lule në lule, kujto që t'jenë organizatat, sepse ku kam më shumë se një shqiptar, dy shqiptar ose çfarë lloj preri, jam i detyruar dhe predispozuar që të shkoj dhe të angazhohem. Një gjë që vëre unë është që asnjë nga organizatat tona nuk ka një proces
që thotë po ne ofrojmë mbështetjen. Tani, është ndryshe kur flasim me shqiptarësh, sepse ndryshe komunikojmë me njëri tjetrin. Edhe unë kam aftësi të marr mbështetje për tyre pa pasur nevojë të marr letra, që është normale. Por për pozicionet, për garat që ndodhin, është normale në çdo komunitet tjetër që ti të synosh mbështetjen e tyre nëpërmjet aplikimeve, nëpërmjet proceseve formale. Ajo ka vlerë, sepse tregon në një farë mënyrë të detyron që ti jesh i angazhuar dhe i predispozuar të vetesh i angazhuar me komunitetin. Neve kjo na duhet. Është shumë e nevojshme. Po mirë, domethënë kjo është një farë organizimi, ndërthurje politike, ndërgjegjësimi politik. Për politikën amerikane. Absolutisht. Është e nevojshme. Një nga, edhe unë do ta jap me shembull sepse mendoj që është një nga organizatat më të suksesshme që kemi. Ai Gjergj Kastrioti Scholarship Fund është një eveniment, ju jeni një mirë, e dini mirë atë procesin, është diçka me vërtet me vlerë për komunitetin tonë. Sepse në çdo aspekt mundshëm është e mirë organizuar, është synimi, është diçka me vërtet me vlerë, po ndihmon kalamajt, po ndihmon ardhmen, po investon për ardhmen. Gjithçka e Gjergj Kastrioti Scholarship Fund është e predispozuar për të bërë diçka pozitive. Dhe ajo ka me të vërtet vlera për opinionin tim modest. Unë isha ke evenimenti i fundit që ndodhi. Gjithçka u organizua rreth aspekteve të studentave dhe organizimit të tyre. Që bën kuptim, është perfekt. Në çdo komunitet tjetër që shkoj unë, angazhimi me komunitetin gjithmonë i lë vend hapësire aspektit politik gjithashtu. Neve nuk e bëjmë atë. Ajo për opinionin tim është mungesë. Pse? I heqim vlerat vetes. Vlerat tona duhet të jenë të tilla që neve i ofrojmë tjerëve në mënyrë që ata të na synojnë gjatë gjithë kohës. Kjo është mënyra se si mbledh mbështetje. Kjo është mënyra se si ti mbledh suport gjatë kohës. Prandaj organizata si Chaldean Community Foundation marrin fondin nga Shteti i Michiganit. Asnjë organizatë shqiptare nuk merr fondin nga Shteti i Michiganit. Edhe kjo është një nga humbjet tona. Po nuk dim të organizohemi. Nuk e di që është ajo përgjigja. Gjë e parë që duhet të bëjmë, kam përshtypjen, është të konstatojmë që ky ekziston si problem. Po. Në kuptimin që ose na mungon. Kjo është diçka që nuk e kemi. Okay? Ajo është diçka që është e nevojshme për neve. Në momentin që e konstatojmë, pastaj detyra jonë në rangun individual, në bazë organizatave, se unë jam në krye të inserimi me organizata shqiptare. Unë kam këtu, ja kemi vënë emrin, ju e patë dera, ky quhet Klubi Poezisë Qytetit të Detroit. Këtë e kam unë, kjo është organizata, jo fritin burse që kam unë. Unë kam një organizatë tjetër që quhet Michigan Tree Initiative, okay? Ku marrim, është gjithashtu jo fritin burse, ku marrim fonde për lidhje me pemët dhe gjelbërimet dhe përqarjes zonës tonë, vëm pemë ku do në çdo qoshe sa gjë mundur. Kjo është një organizatë e mia. Tani, unë çfarë do bëj? Personalisht do të them që nëse do dikush angazhim nga këto dy organizata, duhet që të vinë, që janë organizata shqiptare në fund fare në bat, duhet të vinë edhe të japin të kërkojnë mbështetje për tyre. Në një proces formal që ekziston kudo tjetër. Këtë duhet ta bëjmë neve në rang mbar komunitar. Tash unë do vi të kërkoj mbështetje për librin tim me poezi. Tërdinë për natën. Është nevojshme. Edhe do ta jap me shkrim. Tash për ta vazhduar bamorin. A dini ju se çfarë kemi ne të përbashkët me Bangladeshin? Tani do të thaj. Tash do ta mësosh, ne kishim një hall që bënin dasmat dhe ai drejtuesi i hallit na tha, shiko tha, këta amerikanët nuk pranojnë fëmijët në dasma, tha. Ju shqiptarët edhe neve i lëmë në dasma. Po prisja me e thash orë këta, bo thanë dhe këta byrek, sa vizi. Po ishte shumë interesant. Shumë interesant, sepse sa larg është Bangladeshi nga krau tjetër. Kjo që thatë është shumë e vërtetë. Ndoshta duhet të mësojmë me organizimin e shoqatave dhe këtu në shtetet. Organizimi brenda jetës amerikane. Mos e quajmë si diçka individuale, nacionale, politike, ka gjithë këto shoqata këtu të cilat ndoshta duam një kauzë të madhe morale si puna e Kosovës që të bashkohen shqiptarët. Kur vjen puna për gjëra kështu të vogla, qëndron e thënia e të madhit fishta postu me tha. E dim, jem rregull. Ja, është angazhimi që duhet kemi neve. Një nga, se tani që po e bëjmë të bisedë, janë një seri me organizata gjithashtu, me cilat neve angazhohemi si kandidat,
që nuk japim shumë mbështetje zyrtare ku thonë mbështes ty dhe nuk mbështes asnjë kandidat tjetër. Po ç'a bëjnë? Edhe ajo më ka pëlqyer dhe më është dukur shumë interesante. Japin një mbështetje të tillë që japin më shumë se sa një kandidati, ku thonë ky kandidat përmbush kriteret e organizatës tonë për të marrë mbështetje. Edhe në një farë mënyrë ajo nuk e redukton rolin e organizatës, po e shton. Ja shton vlerat. Ato janë gjëra të rëndësishme. Pra na ju duam dhe ju aty të na mësoni edhe këto gjëra. Duke mësuar nga zjarri. Se edhe ne si televizion kemi nevojë të shërbim. Jo, mund të i bëjmë shërbim komunitetit, por natyrisht duhet edhe indirekt të marrim shërbim. Çdo komunitet tjetër shikon përfitim nga buxheti i shtetit të Çiganit. Përveç tani mbase ka dhe tjetër si puna jonë, edhe nuk ja uroj këtë fatkeqësi as ky tjetër, po jam sigurt që ka dhe tjerë. Por kjo është një nga mungesat që kemi ne si komunitet. Organizatat tona nuk kanë mbështetje nga shteti i Çiganit. Edhe ne paguajmë për këtë gjë. Ashtu sikurse paguajmë për çfarë të për USA që të shkojë të japin ndihmë kudo në çdo qoshe të botës, paguajmë edhe për brenda shtetit tonë që shteti jon të japin ndihmë anë mban, organizata ndryshme. Por neve nuk po na vin mbrapa ato. Ky është angazhimi që duhet kemi në mënyrë që të japim vlerë, atë vlerë që japim shtetit, kontributin që japim shtetit në Çiganë, të marrim mbrapa një pjesë të asaj, atë pjesën që e meritojmë. Ashtu sikur ne meritojmë edhe shumë grupe të tjera normalisht, gjithë tjerë. Dhe ne duhet kemi pjesë atyre që përfitojmë. Një diçka tjetër këtu në Çiganë ndryshe nga komunitetet tjera shqiptare kemi 4 institucione fetare. Po. Edhe është njëjtë historikisht mbarvajtja, shkuarja mes njëri tjetrit. Si është raporti juaj me institucionet? Me thënë drejtën, edhe nuk ka të bëjë me mua si rinis, se sa të ka të bëjë me institucionet tona fetare, që janë me vërtet vyra. Mbështetja që kemi pasur nga të 4 institucionet fetare është vetë vërtet për të admiruar. Edhe unë të kisha dashur më shumë, do kisha ditur të kërkoja më shumë ndihmë se sa që kam marrë. Edhe ajo shikohet në çdo aspekt mundshëm, që nga ajo në rangun e udhëheqësve të institucioneve fetare, deri në rangun më individual të atyre antarëve të kishës, të xhamisë, të qes, kishës tjetër. Diva ka qenë e vyrë, vazhdon të mbetet e vyrë, kudo që shkojmë të presim e krah hapur, edhe pa kërcike kush je, se jam sigurt që edhe kandidatët e tjerë tanë shqiptar janë pritur me krah hapur dhe predispozita për të ndihmuar në një moment. Është me vërtet për të admiruar. Edhe në një farë mënyrë është për opinionin tim modest, është reflekton diçka që reflekton ato ato gjëra që ne kemi mësuar në shkollë në lidhje me raportin, me marrëvajtjen mes aspekteve ndryshme të fesë brenda territorit të Shqipërisë. Nuk jam bler asnjëri huaj as gjikundi, edhe kjo është me vërtet diçka e vërë. Dhe kjo është një vlerësim mjaft pozitiv për komunitetin tonë, siç ka dhe aspekte të tjera që i tham, po nganjëherë harrojnë votojnë shqiptar. Është shumë problematike. Prandaj ky është një nga ato mangësitë që kemi ne. Sepse jo vetëm që jemi të regjistruar në numra shumë të ulët në krahasim me totalin e prezencës tonë këtu në këtë vend. Por pastaj me ato numra shumë të vegjël, neve votojmë në numra edhe më të vegjël akoma në zgjedhje, plus pastaj në zgjedhjet primare votojmë edhe më pak se aq. Tani këto janë ca realitete që nuk është se i kemi vetëm neve, i kanë edhe komunitetet e tjera, edhe mbarë komunitetin amerikan. Normalisht ne kemi 100 milion amerikan, kemi 300 milion amerikan, 380 sa është numri tani, milion amerikan, dhe të cilët 250 kanë hapësi të votojnë. Po nga ata 250 që kanë hapësi të votojnë, 87 milion nuk votuan herën e kaluar. Dhe tjera, nëse si thua mori Donald Trump nuk e di sa mori 72 milion, 73 milion vota dhe ajo Kamala Harris mori 71 milion vota që humbi, 87 milion që fitoi. Ata që nuk votuan ishin numri më i madh në mbar vendin. Tani ajo është diçka me vërtet është tragjike sepse është e nevojshme që të kemi zërin e të gjithëve në drejtimin e shtetit. Nëse neve shumica jonë si komunitet nuk del të japi votën, dëshirat e tyre nuk përfillen. Është normale. Është më e ndjeshme për një politikan lokal kontributi i tij për komunitetin se sa për një politikan të rangut kombëtar, sepse ju për shembull si po të zgjidheni edhe do zgjidheni,
si senator mund të ndryshoni një ligj që ka të bëjë me të ardhurat, që ka të bëjë me taksat e shtëpisë, për uljen e saj, për mos ngritjen e çmimeve, për shembull të mileage që quhet ajo, që mbi të cilat rrifet çmimi i taksave. Ne kemi diskutuar edhe një herë tjetër bashkë se kam ja probleme që në sistemin e Michiganit, për shembull në fushën e insurancave, janë shumë më të koklavitura se në çdo shtet tjetër. 100%. Unë më duhej të merja kur isha në një kompani miratimin e dikujt nga qendra e insurancave që pagonte kompania ime që ishte në Florida. Ai nuk e ka arritë ta kuptonte çfarë kërkoja unë, që kërkoja atë PIP-n që kërkojnë insurancat. Si janë këto ligje, pse janë kaq veçanta dhe pse kaq nuk janë në favor të njerëzve? Absolutisht. Normalisht, ju keni absolutisht drejt, 100%. Një sistem të drejt, ku gjërat funksionojnë ashtu si duhet, gjë e parë që do të vijë do ishte thjeshtësia. Në sistemin tonë, gjë e parë që vëre është konfuzioni dhe kaosi. Dhe e vetmja mënyrë se si mund kompanitë e siguracionit të ekzistojnë është mënyrë artificiale, ku neve kemi ngritur ca barriera për njerëzit e thjesht për të kuptuar botën e siguracioneve, në mënyrë që në atë konfuzion dhe atë kaos, ata të kenë aftësinë që të zhvasin prej nesh sa më shumë të jetë mundur në aspektin ekonomik, edhe për të paguar mbrapa, larg qoftë ke probleme, sa më pak që të jetë mundur. Dhe shembulli më banal që mund t'jap unë është sepse unë shikoj gjërat në aspektin ligjor, në aspektin e luftës ligjore që do të bëhet për gjykata. Të them këtë që në gjykatat tona, çdo county këtu ka nga një circuit court, që është gjykata kryesore. 80% e punës që bëhet në gjykatën e Circuit Court, qoftë në Oakland County, qoftë në Macomb County, në Mount Clemens, kudo, ka të bëjë me siguracionet. 80% e punës. Në qoftë se ti të heqësh siguracionet nesër, 80% e punës gjykatës ikën. Sepse me çdo lëvizje që ndodh, në çdo aksident, çdo gjë trafike, ka 3-4 çështje ligjore që lindin prej asaj. Dhe kjo vjen nga kaosi dhe nga konfuzioni që ekziston në sistem. Tani, zgjidhjet, unë mund të jepja juve 1000 opsione. Thosha, më krijon një sistem, Rafael, që kur neve të mbrojmë, si thuash, çdo njeri në shtetin Michigan, kemi si ta mbrojmë nga aksidentet, nga dëmet ekonomike që vinë si rrjedhoj aksidentet dhe mëkatash, nga dëmi i makinës. O ti me 1000 opsione ti nuk do të mbrij asnjëherë ky opsion që kemi neve sot. Sepse ky opsion që kemi sot nuk është për favorin tim dhe tënde, apo të asnjë antarit të këtij komuniteti, por është për favorin e siguracioneve. Dhe këto kompanitë e siguracioneve që kemi neve këtu në këtë shtet, nuk kanë nevojë që na tregojnë se çfarë të ardhur është dhe çfarë profiti kanë. Këto janë absurditete. Dhe ekzistojmë në një vakum informacioni, ku unë e ti, gjithë çfarë bëjmë është thjesht mundohemi që luftojmë kompaninë tonë që supozohet ta sigurojnë neve, mundohemi ta luftojmë atë që të marrin pagesat që neve meritojmë. Ajo është absurde ta mendosh. Madje kam parë edhe reklama, we get you what you merit. Reklama është absurde. Një nga çdo nuk ka asnjë njeri në këtë dynja, në këtë shtet, flasim specifikisht për këtë dynja, që thotë që ndodh një aksident, ti do shkosh të marrësh avokat. Në qoftë se sistemi është i drejtë, nëse sistemi i bën gjërat ashtu si duhet, nuk ka arsye pse ti të kesh nevojë për pagesat që ti meriton. Ti kesh nevojë shkosh të angazhohesh me avokat, që të hedhësh një kompaninë tënde të siguracionit në gjyq. Është absurde ta mendosh. Nuk është diçka për te normave. Personi që kundra të cilit unë po garoj, që ka sot atë pozicionin, është personi që e krijoi këtë sistem në një farë mënyrë dhe votoi për këtë sistem. Sepse ai vetë është shet siguracione në këtë punë merr. Edhe në një farë mënyrë është ndërlikuar dhe mbështetja kryesore që ai merr është prej kompanive të siguracionit. Edhe kjo është thjesht koincidencë nga kjo bisedë, ke parasysh, por ky është një realitet që neve gjithë si anëtarë të komunitetit ballafaqohemi me atë ditë për ditë. Unë kam të paktën 3-4 takime në javë, një avokat në një qytet në këtë zonë metropolitane. Unë kam 3-4 takime në javë në lidhje me probleme siguracionesh. Kjo është absurde për mendimin tim. Që në vitin 2026 neve të jemi akoma duke marrë me Elagu
Përveçse e kam siguracionin, po nuk e di jam mbulon apo jo. Për arsye se një kompani siguracioni apo disa kompani siguracioni duan të bëjnë fitim, edhe e kanë si pjesë të planit punës ku në çdo 10 aksidente, ku ata mendojnë që janë të detyruar të pagojnë, nëse i luftojnë që të 10-ta, edhe thjesht për koincidencë fitojnë 2, kanë paguar për 8 tjerat. Edhe është thjesht incentiv dhe plan pune për ta që të luftojnë çdo person që kërkon pagesë. Por ai është nëse do kryesh një sistem, ti s'mund ta kryesh një sistem që lufton individin. Sepse këtë sistem ne përgjigjemi për veten tonë, për të mirën tonë. Ideja e siguracionit është që neve i mbledhim gjithë për ato pagesat tona, i mbledhim gjithë bashkë, në mënyrë që larg qoftë kur një person të ketë një problem, të kemi mundësi ta kompensojmë në mënyrë totale. Edhe në farë mënyrë është risk i mbledhur së bashku. Siç blenin frigoriferat gona xhaxhit, ku blidheshin gjithë komshit dhe pastaj njëri blende njëri, njëri blende tjetri, këtë punë po bën edhe sot këtu. Ky është realiteti bazë. Po thjesht tani është tjetërsuar sistemi ku kompanitë që na mundohen ta përfaqësojnë ne, ose presuppozohet të përfaqësojnë ne, në faktin e luftojnë. Është e funny story, po vija me vajzën time, sot kishin gjysmë dite se është në shkollë të mesme, edhe më merrte dikush në telefon kështu scammers. Edhe thash, dëgjoj, herën tjetër kur të më marrë, do t'i them, what's his insurance? Because they ask him for insurance. What does it matter? Tamam. Është vërtet. Okej. Të kthehemi tek fushata. Si ka mbajtur, si ka mbarvajtur fushata. Ne jemi deri tani me thënë drejtën jemi shumë të kënaqur dhe në një farë mënyrë është ai dallimi mes kam përshtypjen mes atyre gjërave që i dim dhe gjërave që nuk kemi aftësi të dim. Gjithë gjërat që dim dhe që kemi aftësi të analizojmë, kur i bëjmë analizat, gjithçka na shkon perfekt. Vetëra aftësia për ngritjen e fondeve që janë nevojshme për të bërë këtë fushatë e kemi pasur në perfekte. Fondet i kemi për të fushatë. Edhe angazhimi që kemi për fundraisers sem të tash ka qenë shumë pozitiv dhe vazhdon mbetet pozitiv sepse normalisht nevojat janë të vazhdueshme, që detyrimisht shkojmë bëjmë kemi komunitete dhe themi duhen prapë tjerë. Gjithashtu pastaj puna që po bëjmë në lidhje me komunitetin, ku shkojmë dhe nxjerrim informacionin tonë në komunitet në mënyrë që të bëjmë atë name recognition që përfisim përpara, ajo ka ecur tema së mirë. Në universin total të zgjedhjes në brenda partisë do kemi një 4 gusht, neve kemi konstatuar që besojmë se do votojnë rreth 30.000 veta. Dhe këto 30.000 veta që kemi konstatuar që do votojnë, sepse votojnë në mënyrë të rregullt në lidhje me këto fushata. Neve i kemi trokitur në dorën e secilit prej tyre. E kemi bërë një herë trokitjen dhe kemi filluar procesin për herë të dytë tani. Po kështu robocalls, ato nuk e bëjmë sa ato i bezisin njerëzit në mënyrë tej masa, kemi pasur në mënyrë masive. Kështu që nuk kemi bërë ato, do fillojmë në këtë moment që po flasim neve, diku 1 javë, 2 javë më vonë do fillojmë tekstet. Do kemi rreth 3 tekste që do shkojnë gjithë zonë. Pastaj njëkohësisht do fillojnë reklamat në televizor në datë 16, dhe pastaj më vonë do fillojnë gjithashtu edhe të do fillojnë gjithashtu edhe reklamat që janë në radio, në podcastën të tash. Siç përmendëm më parë, kemi filluar reklama për gjithë gazetave lokale dhe ato kanë filluar para 2 javësh dhe do vazhdojnë deri në ditën e zgjedhjeve. Edhe pastaj normalisht edhe më vonë në lidhje me nëntorin. Por ky lloj angazhimi ka qenë këto janë gjëra që neve kemi aftësi të konstatojmë, dhe çka konstatimesh kemi bërë janë dita pozitive, sepse ata me cilin po konkurrojmë nuk kanë aftësira të tilla që të bëjnë këtë lloj fushate. Edhe ato parametrat që shikojmë, parametrat tona kundrejt parametrave të atyre që me cilat kundër të cilëve unë po garoj, e shikojmë që janë të ndara në hendekur shumë i gjerë. Edhe nëse neve jemi këtu në 100%, kompetitori numër 1 e kemi diku ke 10% që asaj tonës. Edhe pastaj kompetitori i tretë është edhe më poshtë akoma. Detyrimisht këto janë gjëra që neve na japin në shpresë dhe jo vetëm shpresë, por na japin një farë vizioni që themi që okay, kjo do ecë ashtu si duhet. Detyrimisht çdo fushatë elektorale ka ato gjëra që papritura dhe gjëra që neve nuk mund t'i dimë, ke parasysh perceptimi i njerëzve, komunitetit të tash. Janë disa aspekte që nganjëherë ti presupozon që i di ose presupozon që do funksionojë në një mënyrë specifike, por realiteti është që mund funksionojë shumë ndryshe nga aq. Detyrimisht kjo është edhe arsyeja pse neve bëjmë më shumë punë nga ç'duhet.
Edhe në vend që të shkojmë një herë të themi dikujt përshëndetje më quhen Renis Nusha, jo po shkoj për votim, kemi pyetje çfarë të them. E bëjmë atë në mënyrë konstante. Edhe është si puna saj, sa që të çesin një makinë Fordi, sa herë duhet që të flasin me ty. Kam përshtypjen kontaktet të shikosh një Ford do rrugës duke ecur, do të vinë 2 letra në shtëpi, duhet të kesh minimalisht në struktura thotë ose në analiza thotë që duhet të kesh paktën 7 kontakte. Kështu që neve po luftojmë det atyre 7 kontakteve. Edhe këtë bëjmë nëpërmjet social media, nëpërmjet atyre takimeve që bëjmë, torkidhje skedera, letrave që do shkojnë në shtëpi çdo javë, duke filluar këtë javë kanë filluar të parat, do jenë 5 javë, 6 javë rresh që do shkojnë nga një letër javë për javë, një letër e re në shtëpi secilit. Këto janë gjëra që edhe kushtojnë apo jo? Atë më pyet mua. Është normal. Prandaj edhe angazhimi jon lidhje me fundraisers, dhe kjo është një nga absolutetet dhe edhe mbase ne vim mësuar tani se më parë se kemi pasur këtë mbase edhe në Shqipëri, por tani është bërë pjesë e jetës edhe në Shqipëri, ku fushatat kushtojnë parë detyrimisht. Kështu që nëse duam që ai komuniteti jon të ketë përfitim në mënyrë të jo të drejtë për drejtë, po edhe në mënyrë indirekte, sepse e tillë është lufta politike dhe e tillë është edhe ndihma që vjen nga politika. Ngaherë është aq sa drejt për drejt, aq vjen në mënyrë indirekte. Në mënyrë edhe nuk është thjesht 1 me 1, por ngaherë është 1 me 5 ai kthimi i investimit. Detyrimisht nëse ne kemi nevojë, siç kemi nevojë që të kemi mbështetje të tillë në aspektin politik, duhet që t'japim mbështetje detyrimisht edhe si individ. Prandaj edhe unë ti kemi vite që njihemi bashkë dhe si jemi njohur, nga njëra fushat për njërin, ke fushata tjetër për tjetrën, me radhë kemi marrë me radhë, kemi ndihmuar të gjithë. Sepse është e nevojshme. Një pyetje tjetër ka të bëjë me, po e konsiderojmë se more primary, do të marrë patjetër. Po kush është kundërshtari i palës tjetër? Po, kundërshtari i palës tjetër thash është ai personi që bën që shet siguracionet të siguracionit. Mos ta marrin për keq ata që bën reklamë siguracion. Nuk është nga ata njerëzit e nderuar që bën reklamë në televizionin shqiptar për Amerikës. Ky është një palaço që kështu që ja, po është ai dhe normalisht ajo gara vazhdon deri në nëntor, edhe në 3 nëntor bën votimet në garën kryesore. Edhe në ato votime neve kemi detyrimisht angazhimi vazhdon. Natyra e garës ndryshon tej masë, sepse nëse deri në këtë moment kemi bërë po themi brenda partisë, edhe kjo luftë brenda partisë njëherë është më e fortë sepse kemi ngjashmëri. Po, edhe sado që kemi shumë dallime mes me dhe 2 kandidatëve të tjerë, gjithsesi dhe në parime bazë ekziston një farë ngjashmërie. Detyrimisht nëse në sa gjëra jemi të ngjashëm, është vështirë që të bësh dallimin me komunitetin e gjerë. Kështu që në këtë drejtim kjo luftë është mbase, ose edhe besoj që kam drejt, që kjo luftë është më e fortë në këtë moment deri në 4 gusht se sa çdo të jetë mbas 4 gushtit. Nëse ka 4 gushtin, mbas 4 gushtit është më drejt për drejt ajo. Në shumë drejtime. Edhe natyra e ciklit është e tillë që është favorizon demokratët për shumë arsye, detyrimisht në këtë rang besoj që aty do kishim përpasire që nuk i kemi sot. Okej. Ta mbyllim me kaq. Renis, të falenderit shumë për këtë intervistë, do përpoqem të jemi sa më të ngrohtë si gjithmonë, edhe të nxjerrim sa më shumë informacion për kandidatin Renis Nushaj, i cili e meriton të fitojë, jo se them unë, po se e meriton. Në këtë mes, urojmë që gara të vazhdojë edhe votoni. Votoni. Më 4 gusht. Me 4 gusht, çdo shqiptar që ndjehet krenar që është shqiptar, le të votojë për Renisin, le të votojë për gjithë kandidatët e tjerë shqiptar, të cilës do parti qofshin. Miru takoheshim në emision tjetër. Faleminderit.